fillojmë. Sa për fillim, unë jam Abdullah Lataj, profesor në gjimnazit Deçanit. Kjo është bjeshka Deçanit, ose të ndryshe, plesti kanë thonë është bjeshka livadhe i mushkollës, të cilët dalin mushkollaj, qikokaj edhe osaj. Ne kom punu një projekt ideor për zhvillim turizmit, ose për zhvillimin e skitarisë Kosovës. Është një bjeshke cila i plotson kushtet ideale. Ka një gjatësi për 1200 metra nga baza, në fund stanëve deri te maja madhe, ndërsa ka një gjerësi 800 metra. Është një kapacitet sa livadhi i madh i Brezovicës. Kvotat e fjerësisë ka të njëjta. Është një bjeshkë e cila i plotson të gjitha kushtet për zhvillimin e skitarisë. Jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjatë. Përpas këtyre, kjo bjeshkë njihet edhe për sasinë e bollakshme të Bronica, edhe mas drenore pyjore halor, që mund të shitim krahën e majtë për meje. Ai projekt të të metet si ide, shpalla gjeneratat të cilat do të vinë e realizohen. Shpresojmë ashtu pra. Shpresojmë që projekti të realizohet. Tash e fotografon dhe në pjesën e poshtme. Ja, veç me pas si dokument. Se kom shkel ku, merë edhe masën, du më thonë edhe masën pyjore. Po. Veç për të kalëzit i shka. Mos trajat bjeshk në Kosovë që ka këto karakteristika. Sa bugone, që kom pa mirë. Nuk ka, jo Brezovica, po kjo, se Brezovica së në themën e të jenë të themën. Ja. Shancë nuk ka. Nuk mund të më shty bjeshme. Vetëm se do në mje qelë një fyta atje, këto pisha më smenjus, vitë qelet një. Ja, i zotin arë kjo ma, po këtu e në 3 metra borë. Kjo është bjeshka cila ma në borën më shumë. Nuk ka shumë borë. Në këtë krah, frynë veri. Sasin e borës nga veri e bjene shumë në poshtë. Në krahën e majtë. Krahën e djathë, pe neve, ka tyjet. Pe jugut, ka pryn jugu, këtë sasin e borës e merë edhe e bën e mleve të mbëllë. Martin dimën me dola të ndeg, e me po këtë të mushën. Si është drejt. Kjo ekspeditja ka lejtë, sot jemi me një grupë shokëve, ma frimin, me jetonin, me arsimin, me Valionin. Valioni ka ardhë për Shtetet Bashkuara të Amerikës me në shështuar dhe për në gjeran. Jetoni që atje për ly Bronica pas për gjohën, për ly për ujë me fi. Pa dhe ujë me fi këtu. Vetet më thua një kafshë. Ka kushtet jashtëzakonshme për zhvillimin e skitarisë ekstreme. Po. Që na quajmë monoski. Këta i thonë ski board. Ski board në Amerikë është. Përfaqe e cila mund të shfrytëzohet. Po. Ato kjo janë. Lartësinë videtare ka të njëjtë me lartësinë videtare që ka Brezovica sot. Do më thonë i plotson njëjtat kushte që i plotson edhe Brezovica. Kjo është më e pavarur. Këto është më e madhe se sa Brezovica. Shajat katrat. Kur na daj? Unë kam që jam në azap. Po? Po, une po të qes gabim. Me njerë si sonte. Po. Pa tjetër. Austriak jem eksperta për skitari ekstreme, edhe Pe ati kershët aty. këtë mund shfrytëzohet kjo si A i kershët aty, po. Si përfaqe shumë e madhe dhe shumë e bukur. Për skitari nuk ka hiç më të favorshëm.
saktë këty me në drejtim prendimit. Deri jep. Se unë kam edhe Kosovën me ju. Në vetë, ja. Vi vjen seri da. Që është me gjithë farë gënjë jetë kohë shkunë.